koreografi i njohur shqiptar, Kledi Kadiu, ka folur me shumë ndjenjë dhe dhimbje për një nga periudhat më të errëta të jetës së tij personale, duke prekur zemrat e publikut me rrëfimin e sinqert në emisionin Mirëmbrëma Hyje. Një moment që për çdo familje shoqërohet me festë dhe gëzim, për Kledin dhe familjen e tij u kthye në një plagë të thellë shpirtërore. Ai tregoi se lindja e djalit të tij, Gabriel, u shoqërua me një realitet të dhimbshëm që ndryshoi gjithçka. Festa që çdo familje bën kur lind një fëmijë, për ne u shndërrua në një dhimbje të madhe. Fakti që ai ishte kaq i vogël, mospranimi i një prindi, pyetja e vazhdueshme, pse atij dhe jo mua, është diçka që të shkatëron, u shpreh Kadiu. Koreografi rrëfeu se ajo periudhë ishte e mbushur me ankth, lot dhe ndjesinë e pafuqisë përballë një realiteti që nuk mund të ndalej. Megjithatë, mes dhimbjes, ai gjeti forcën për të ecur përpara. Ishte diçka që nuk e ndalon dot. Ajo kohë kaloi dhe fatmirësisht gjithçka shkoi mirë për Gabrielin, tha ai, duke theksuar se sot familja jeton me shpresë dhe besim. Kledi ndau gjithashtu detaje prekse mbi gjendjen shëndetësore të djalit të tij. Ai tregoi se Gabriel sot shkon në kopsht, por përballet me vështirësi që lidhen me një virus të rënd, i cili ka prekur disa pjesë të trurit. I ka dëmtuar të folurit dhe lëvizjen, nuk ecën dot. Por shpresa është e lartë, u shpreh Kadiu me emocion. Rrëfimi i tij u konsiderua nga publiku si një dëshmi force, dashurie dhe shprese, duke treguar anën më njerëzore të një artisti të njohur.